Një seriali do të quja turpshëm të pengmarrjes institucionale të cilën po realizon lëvizja vetëvendosje me bllokimin që po ja bën jo vetëm konstituimit Kuvendit Republikës Kosovës, por edhe krijimit të institucioneve sipas verdiktit të qytetarëve në zgjedhjet e 9 shkurtit. Fiks një muaj më parë ne jemi mbledhur këtu për herën e parë, të gatshëm për ta konstituuar Kuvendin e Kosovës dhe jemi një muaj më vonë e shumë muaj pas zgjedhjeve dhe jemi në blokadën të cilën partia që ka dalë para po vazhdon ta mbajë. Vërtet kjo është e tepër tashmë. Unë edhe një herë i bëj thirrje lëvizjes vetëvendosje dhe kryetarit saj deputetit Kurti që ta ndroj kandidatën e cila herë i merr 55, herë i merr 56, e herë 53, 57 vota, sepse nuk i ka marrë, nuk i merr as nuk do t'i marrë 61. Është i mirëpritur nga ana jonë sepse siç e dini e kemi propozuar qysh javën e kaluar në emër të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Unë aty do të shkoj edhe me vullnetin, edhe me shpresën për të dhënë kontribut për dalë prej kësaj situate, por normalisht do të marret edhe nga pjesëmarrja e kryetarëve të tjerë dhe nga qëndrimet që do t'i shfaqim aty. Ne po shkojmë me gatishmëri, po shkojmë me vullnet dhe po shkojmë me bindje që vendit i duhen institucionet. Ju e pat këtë ditë, ne humbëm përsëri shancën që të jemi antar të Këshillit të Evropës për shkak të kësaj bllokade. Sepse sikur të kishim kuvend, sikur të kishim qeveri deri tash, është dashur që t'i kemi dyjat, ka mundur të jetë një realitet ndryshe. Kosova ka mundur të realizojë një aspiratë jashtëzakonshme të re për të rëndësishme antarësimin në Këshillin e Evropës. Përtej kësaj, ne ende jemi në sankcione nga ana e Bashkimit Evropian. S'kemi kurfar raporte as komunikimi të avancuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.